إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد إن أصدق الكتاب كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد folëm për larjen e gjenazës, tash vjen pika tjetër me radh, jemi alo pra te kapitulli 10, ajo çka ka të bën me ato i cili i lan gjenazet. Ai ka shpërblime shumë të mëdha, po me dy kushte. Me la besimtarin gjenazën me ala muslimanit ka shumë sevape, po me dy kushte. E para thot en yesture alejhi, që me majt më sheft mos me tregu gjatë larjes çka ka pat pa pëlqyshme në trup të vdekur të gjenazës. Nuk tregohet ke kështu, e pat kështu, e pat trupin kështu, e pat ashtu, gjak dhe dhe çka po di përshkruani, u kish bo goja kështu, absolut kurrë nuk kallzon hiç për gjenazë. E për këto argument është, thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, men gassala musliman fakatama alayhi ghafara lahu Allahu 40 marratan. Kush e lan një musliman, edhe e mshef nëse ka diçka doni tmet, diçka e papëlqyeshme, Allahu ja fal atij në mëkatet 40 herë. 40 herë ja fal. ومن حفر له فأجنه أجري عليه كأجر مسكن أسكنه إياه إلى يوم القيامة. كش أهاب نفار شنو كالبسنيكو كش أهاب نفار هذا أفاروس أمبولون جن جن كانوا قدوكت فأجنه أمبولون ما ذي هذا بوتي بادوكشم për njerëzit. Do shpërblehet si shpërblim një banes, një vend banim, në cilin do të qëndron deri në kiamet. ومن كفنه كساه الله يوم القيامة من سندس واستبرق الجنة من سندس واستبرق الجنة. Kush e qefinos gjenazën, Allahu ditën e kiametit do ta vesh ato me mundafsh, me brokat, me mundafsh, mundafsh i thjesht, edhe mundafsh e përpunum, edhe në gjatë diçka, edhe si prej gurit çmushme të ka lloj, pra diçka tesha të shtrajta edhe të bukura, edhe të mira. Të xhenetit. Do të ishte të xhenetit. Pra këtëria i ka cek në këtë hadith, pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, hadith sahih, thot ala sharti muslim, në kushtet e muslimit. Pra me la, me qefinos edhe me varos. Me varos, me qel varin. Me la gjenos shumë sevap, me qel varin shumë sevap, edhe me qefinos shumë sevap. Për me la, ke kushte i parë, me mshel gojën shkurt me thonë. Çka ki pa në trup tina, mos me tregu. Diçka e pa pëlqyeshme. A nëse ka për vjen era mirë, buzëqeshëm, këto i tregon të mirat. Po ato jo të mirat, pa pëlqyeshme, ato e man vete. Ky ke kushti i parë. Kushti i dytë, kjo tash është, çka nuk e bojnë. En yebtagi bi zalika wajh Allah, me bë për hir të Allahut. La yuridu bihi jazan wala shukura. Nuk e bën për pagesë ose për edhe hiç pa pagu. Më falenderojnë, më respekton ose më bën kështu më ngrit, edhe kjo për atëherë nuk ka sevape. Argument për këto janë edhe ajetet edhe hadithet. Ajeti është ajeti fundit sura Al-Kahf. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه
فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. Thuaj o Muhammed, me të vërtet unë jam njeri sikur se ju. Mi po kur dallim mes meje dhe mes juve, ju hajle, mu më shpallet. Kështu në aspektin fizik, jam njeri sikur se ju. Nuk kam diçka, nuk kam veti mbi natyrore. E ka për qëllim, mos më ngrit në qysh e kanë ngrit Isën alayhis. Po dallimi çka është? Çka më përmbi jo, shpallja. Mu më shpallet, tyja nuk është shpallet. Në këtë shpallje çka po vjen? Kryesore çka është? Për këtë shpallje kryesore çka është? Innama ilahukum ilahu wahid. Se ne Zot të cilit i bot ibadet vetëm një është. Ilah, çka kena thonë, ilah është diçka çka i bot ibadet. Çka adhurohet. Ai të cilit i bot ibadet është vetëm një. Ilahun wahid, vetëm një. Men kana yarju liqa rabbih, e kush e kërkon ftyrën e Allahut, Zotit të tij, felyamal amalan salihan, le të bën vepra të mira, e gjatë këtyre veprave të mira ولا يشرك بعبادة ربي أحدا. Mos të shoqëron edhe dikën tjetër. Gjatë këtyre ibadeteve. Ajeti tjetër, وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك الدين القيم. Fillimi, وما أمروا nuk janë të urdhnuar njerëzit. Me asgjë tjetër, إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. Me adhuru, me i bo ibadet vetëm Allahut me sinceritet edhe me pa i bo shirk askend. Ndërsa aje pra tash edhe kjo hin në ibadet, larë gjenazës, nëse e bën, do të vinë edhe hadithet, nëse e bën për pagesë, atëherë mos e prit shpërblimin. Çka po thot ajeti i parë që ke, una yushrik bi ibadeti rabbi ahada. Mos me shoqëru në adhurim me Allahun askend, Zotin e tij, Rabbihi. Qysh po vëtë shoqërimi? Nuk po e bën për hir të Allahut, po e bën për parë. E hupe. Hadithi, innama al-a'malu binniyat wa innama likulli imrin ma nawa. Me të vërtet, veprat vlerësohen bas njetit. Dhe me të vërtet, çdo personi takon ajo çka ka pas qëllim, për çka ka bo. Dy herë në shqiptim të parë mendon njeriu se e kanë kuptimin e njëjtë. E para është para se me punu vepra, e dyta pas punimit veprës, pas përfundimit. Innamal a'malu binniyat. Fillimisht dije, veprat vlerësohen tek Allah mbas njetit për çka ki pas qëllim. Pse po e bën ato? Për çka po e bën atë vepër? Kur të përfundon, o innama likulli imrin ma nawa. Me të vërtetë çdo njeriu i takon atë për çka e ka bo atë vepër, për çka ka pas qëllim. Buhariu, Muslimi e tjerë e transmetojnë. Buhariu e ka këto shumë alima, kur kanë shkruar libra, hadithin e parë e kanë se këtë hadith. Fjalën e parë këtë hadith. Pastaj ka fillu përpilimin e librit, veprës së tij. Fillim që më na tregu për hir të Allahut po e bëj këtë punë. Hadithi i dytë thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, men gassala musliman. Në vërtet jo, këto e tham. Bashir hadhihi al-umma bis-sana'i wa tamkini fi al-bilad والنصر والرفع ورفعة في الدين ومن عمل منهم بعمل الآخرة للدنيا فليس له في الآخرة نصيب. الله أكبر. Përgëzoje këtë umet me ngritje, me shpërblime, me çlirime, me zgjarim, me tona të mirat. Edhe për fund po thot. ومن عمل منهم بعمل الآخرة للدنيا. Kush bën një vepër të ahiretit për dynja, me përfitun dynja. Fe lejse lehu an fil akhireti nasib. Kur gjë nuk i takon atij në ahiret. Veprat e ahiretit
Pra, ibadetet, kur e preti shpërblimin, edhe pse edhe në dynjë është shpërblen Allahu, po, ai qëllimi kryesor i juani është në ahiret me na shpërblyer Allahu. Ktu e ka për qëllim ibadetet janë në farë mënyrë të ahiretit. Po pe i bën veprat e ahiretit për me pas përfitime në dynjë, atëherë mos prit në ahiret ndonjë shpërblim. Pse njëherë pagush, unë kur shkoj, nuk muna 2 vena, 2-3 punëtor ka në shitore, jokën e komple, 2 vetë me thonë, njerë tajmë me pagu, njerë tajmë. Njerë e paguj këto. Nuk muna me pagu 2 herë. Sikur që ai hadithi tjetër, që fillon me atë lexuesin e Kur'anin dietarit xhehenemi, i dyti është ai cili ka dhonë, i treti ai cili ka vdekur në luftë. Kur e pyet për çka ke bëu për mua robi jam, për ty Allah i parë thot, e kom mësu Kur'anin ditën natë, jo kom mësu njerëzve, para këto e ke bëu për me të lavdru njerëzit. Të tretë e kam bëu për lavdrim. Vaqat qil, që kjo është çelësi i hadithit. Vaqat qil, edhe u tha, pra u lavdrove. E pa të qëllimi në jetën me u lavdru, me ngrit njerëzit, po. Atë lavdruan, atë ngrit njerëzit, po. U paguve ti. S'mosh 2 herë mu pagu ti. S'mosh edhe këtu. Zgjedh, ku po don mu pagu? Ku po don me marr pagën tone? A këtu? Në 2 javë s'ban. Ja, nuk ban. Nuk ka logjik. Pastaj e ka cek Albani nga Ebi Umame tjetrin hadith ku thot se ka ardhur një njeri te pejgamberi alayhis salam. Jaa rajulun ila an-nabi sallallahu alaihi wasallam fa qala ara'ayta rajulan gaza yaltamisu al-akhirah wadh-dhikra ma lahu yaltamis al-ajra wadh-dhikra ma lahu. Ja Rasulullah, ashani njeri i cili shkon në lufton duke desht shpërblim dynjë edhe dhikr me përmend, me lavdru njerëzit. Ma lehu çka i takon atina? Ve ka la shay le, kur çdo si takon atina. Ve adeha 3 merrat, 3 ka përsërit pyetjen, 3 ka marr la shay lehu, kur çdo s'ka as problem. Pastaj po thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, إن الله لا يقبل من العمل إلا ما كان له خالصا وابتغي به وجهه. Me të vërtet Allah nuk e pranon, la yakbel, nuk e pranon veprën, vetëm se ajo vepër e cila me sinqeritet duke dëshiru ftyrën e Allah subhanahu wa taala. Pra e bën për hir të Allahut. Nëse nuk e bën vetëm për hir të Allahut, atëherë ajo vepër nuk i pranohet atina. Pra nuk ka shpërblim. Hadithi tjetër e transmeton Muslimin Sajuneti nga Ebu Hurera, thot Ebu Hurera, ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, qala Allahu tebarak ve taala, ka thonë Allahu i lartë madhruar. Pra hadith kutsi. Ana agna shurakai an ash-shirk, man amila amalan ashraka fihi meje gajri të rektu wa shirkehu. Unë jam i pa nevojshëm, i vetë mjaftueshëm. Vetëm Allah është i vetë mjaftueshëm. Nuk ka nevoj për asgjë, për askënd. Krejt krijesa tjera kanë nevoj për Allah subhanahu wa taala. Edhe kush tash, unë nuk kam nevoj për me mbu ortak. Allahu Samet nuk ka nevoj për asgjë. E kush mbën veprat e tij, mu shonqëron diçka, dikend, mbën shirk, të rektu e lo edhe ato edhe atë shirkun e tina. Jo që nuk është problem, po Allah në rujt, ka edhe dënim. Pika tjetër me radhë thot, u yustahabbu limen gaselehu en jagtesile li kauli alayhis salam, kush e lën xhenazën, pëlqehet, mustahabur, pëlqehet që edhe ai vet pastaj me ula. Sepse thot pejgamberi alayhis salatu selam,
men gasele mejten fel yaktesil, u men hamelehu fel yatawadda. Abu Dawudi transmeton hadithin, men gasele mejte fel yaktesil, u men hamelehu fel yatawadda. Kush e lan një gjenazë, një vdekur, let latë edhe vetë ai let pastrohet. Kurse ai cili vetëm e ban, ai let merr abdes. Përpara shumë kom di kënaqësi me marr pjesë në varrime, kur nuk kom varri 10 vjetra. Se më kom me kënaqu prej xhamis afër aty. Edhe ka pas një farë. Edhe gjithë jo mundur shumë hapa me qico ma shumë hapa. Edhe është sevap. E për këtë po thot vetëm me marr abdes. A nëse e ke la, mirë është edhe ti me u la. Thot Albani në fillim se shiqim të parë ky hadith, kur i shohim fjalët, men gassel el mejte fel yaktesil. Kush lani të vdekur, dhe të lahet. Fel yaktesil është folja në formën urdhërore. Kur urdhon, çka është? Farz është, obligim. Mirë po thot, janë dy hadithe me të cilat pastaj e kom ndru mendimin edhe pëlqejet. Nuk është obligim, por pëlqejet. Mos kishte qenë këto dy hadithe, atëherë kishte pas obligim ai cili lan xhenazë me ula edhe vet. Thot Abdullah ibn Abbasi, Hakimi be Hakiu transmetojnë, lejse aleikum fi gasli mejitikum guslun idha gaseltumuhu. Nuk keni obligim me ula ju nëse e lani një të vdekur. Fa inna mejitekum lejse bi nejesin, fa hasbukum en taksilu ejdijekum. Sepse i vdekur juj, pra, është fjala për besimtar, nuk është i ndyt, nuk është i papastërt. E ka për qëllim, nuk është i papastërt prej shirkut. Se mushriku, ndytësira më e madhe është shirku, kufri. Kjo është ndytësirë. Ndytësira shpirtërore, në zemër. Nuk jem të folë për ndytësira kështu fizike. Fa hasbukum ju mjafton juve me ila durt. Edhe hadithi dytë nga Abdullah ibn Umeri, thot, kunna nagsilu l-mejte, fa minna men yaktesilu, minna men la yaktesil. I lajshim të vdekurit, edhe dikush për neve u lajke, dikush nuk u lajke. Për save, pra, të kishte qenë obligim, pa dyshim se të gjithë ishin la. Pa pëlqejet. Pika tjetër me radhë thot, nuk lahet gjenazja e shahidit, i cili ka vdek në luftë, është vra në luftë. Edhe nëse haptas dihet se ka qenë gjunub. Edhe me atë rast nuk lahet. Argumentet janë hadithi i parë nga Gjabiri në Uhud, shahidi i parë ka qenë baba i tij. Plak thot 90 vjeçar, edhe i ka thonë djalit vet, amanet i ki motrat, nëse nuk gaboj ka pas 6 motra, po i ka pas 6 qika e një djal, unë po shkoj luftë edhe kom një farëndije se s'ko mu kthy i gjallë. Jo baba ku ka pra plaku me shku tërri me qika tua, me motrat, unë e shkoj. Po shtyn babë e birë kush me shku në luftë në Uhud. Edhe kam pyet pejgamberin alayhis salam, ka thonë Xhabir tërri me motra, ti Abdullah hajde në luftë. Edhe ka qenë shahidi i parë. Kur ka vdek, Allah ka fol me këto. Allahu Akbar. Unë çka di i vetmi rast jo pejgamber me fol me Allah. Gradat nalta ka Abdullah, Allah e mëshiroft. Radhullan edhe Allah është i kënaqur me to pa dyshim. Edhe thot Xhabiri, tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, idfinuhum fi dimaihim. Varosni ashtu të përgjakun, me atë gjak çka e kanë. Pra mos me la. Yani yawm Uhudin, ulem yugassilhum. Pra ditën e Uhudit edhe nuk i kanë la. Ashtu qysh kanë qenë, i kanë varos. Kjo hadithi i parë ka transmetime tjera nga gjithashtu nga Xhabiri. La tagsiluhum fa inna kull
جرح يفوح مسكا يوم القيامة ولم يصلي عليهم. Mos I lani, sepse çdo plag që ka marrë goditje, plag për vdekje. Ditën e Kiametit aromë do të ketë aromën e miskut. Edhe nuk ja kena falë, jo vetëm mos me la gjenazën, por do të vjen edhe falja gjenazës, edhe nuk ja kena falë gjenazën këtyne shahidëve. Hadithi I dytë, Muslimi transmeton nga Ebu Berze radhiyallahu anhu, I cili thot أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في مخزن له فأفاء الله عليه. Ishim me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam në një prej luftrave, edhe në cilin Allahu I dha fitore. Efa është ajo plot çka jetë të cilën e fitojnë qoftë me dorëzim të atyre, qoftë me ikje, por mirët ajo plot pa luftë. Edhe ka pas. Edhe kështu, po edhe luftë. Edhe po I pyet pas çka përfundu betejë. Hel tefqidune min ahadin, apo mungon dikush, pra po don me pyet, po do me thon, kush ka vdek, kush është vra. Than po, fulanin, filani dhe filani dhe filani. Hel tefqidune min ahadin, pra për herë dytë ka pyet, po, filani, ndoshta dikun ja ka kujtu, dikush ka thonë filani, për herë dytë, a ka hala, edhe këto tret, a ka hala, I ka numru gjithë. Edhe, pastaj, edhe njerë ka pyet, hel tefqidune min ahadin, apo I mungon edhe dikush, edhe dik përveç këtyne, edhe dikush, ka thonë jo, I numru. Lakinni, mirë po une, mu po mungon jo. Efqidu Gjulejbibin, fatlubuhu Gjulejbibin, po mungon, lypën e ku është. Fetulibe fil katla, edhe po lypin mesin e vdekurve. Fewajjaduhu ila jambi sab'atin qad qatalahum. Thume qataluhu, edhe I kanë gjetë afër tij prej mushrikëve, prej armiqve, 7 vjet I ka myt, e pastaj këta tjerët e kanë myt. Pra ky me vete 7 I ka marr. 7 I ka myt. Fa ata nebiu sallallahu alaihi wasallam, ka ardhur pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, fa waqafa alayhi, ka qëndru pranë tij, edhe po thot, katele seb'aten, thume katelu, I ka vra 7, pastaj ata e kanë vra. Hadha minni wa ana minhu, a është prej me, unë prej tina. Pro në këtë rrugë të drejtë, thot Neveviu rahimahullah, koment këtij hadithi, në këtë rrugë të drejtë, ajo është me mu bashkë. Allahu akbar, me konë rrugë, davet në fe me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, çka dyn të referencë më të mirë. 3 herë e ka përsërit, hadha minni wa ana minhu. Kjo është prej me, unë prej tine. Kjo është prej me, kjo është unë prej ti. Fa wadahu ala sa'idaihi, edhe e ka marrë me dur të veta. Sa'ide është kjo pjesë prej brylle deri te shuplaka, vetë e ka bajt pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Edhe e kanë në grup hap vorin, fa wudja fi qabri wa lam yadhkur gaslen, edhe nuk cekët se transmetu se e ka la. Pra, ashtu e ka voros vetë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Hadithi tjetër nga Enesi radhiyallahu anhu transmetohet, thot Anas ibn Malik حدثهم أن شهداء أحد لم يغسلوا ودفنوا بدمائهم فلم يصلى عليهم. Thot Enesi, shahidat e Uhudit nuk janë la, edhe ashtu janë varos me gjakun, me plak që kanë pas, edhe nuk e kanë falë namazin e gjenazës. Hadithi tjetër
Nga Abdullah ibn Zubejri, radiallahu anhuma, thot për betejën e Uhudit kanë rarë shahid Handale ibn Ebi Amir, ka thonë pejgamberi a.s. Ine sahibekum tugsilu l-melaike fes'elu sahibete, kë shoku juj këto po e lajnë melaqet, pyetni gruan e tij. Fekalet ka thonë pse, çka ka diçka që vlen me na tregu. Qalet kharaja wa huwa junubun lamma sami'a al-ha'i'a. Fekale sallallahu alaihi wasallam lidhalika gassaluhu gassalathu al-malaike. Ka thonë po, kam pas marrëdhënie, se kanë i thiren, hadin i luft, që ashtu dul me një herë, edhe ka ra shet. Për këtë shkak e pas kanë la me laqet. Thot pejgamberi a.s. Nga Abdullah ibn Abasi, radiallahu anhuma, transmetohet, thot, usibe Hamzet ibn Abdil Mutallib, wa Handale ibn Rahib, wa huma junubun, fekale sallallahu alaihi wasallam, ra'aytu al-malaikata tugassiluhuma. Janë godit për vdekje ditën e Uhudit, betejë e Uhudit, Hamza edhe Handale radhiyallahu anhuma, edhe të dytë ishin junub, edhe i pash, thot, tash po thot i pash. Ra'aytu, i pash me laqet ka i lajnë gjenazën e atyne dyve. Nga këto hadithe e shohim se pra gjenazja e shahidit nuk lahet, edhe pse në këto dy raste u përmendu cek se me laqet i kanë la, mirë po të kishte qenë obligim, nuk llogaritet si larja me laqet me la. Duhet njeriu me la. Muslimanët e kanë obligim, kur të vdes dikush në atë shoqëri, me ala gjenazën, obligim e kanë. Me qefinoz, me afal gjenazën me varos. Kjo ka qenë në aspektin shpiturë, tjetër dimenzion. Ta se kanë pa ka ilon me laqet. Por Allah ka desh me i pasru. Për ndryshet kishte qenë obligim, pa tjetër është dasht vetë sahabet me e la. Nuk llogaritet si larja e me laqeve. Pro kjo kishte me bo me larën gjenazës edhe ato krejt pika qka i cekëm. Kapitull tjetër është tekfinul mejt, qefinosja e të vdekurit. Wallahu ta'ala alim, sallallahu ala nebina Muhammed wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Amin edhe ju.